Patjetër është një fitore e rëndësishme, por më e rëndësishme për mua është se si u duk Shkëndija dhe si luajti gjatë 90 minutave, si me lojtar më pak, si me lojtar barabartë. Të vjen keqardhje që në pjesën e parë shumë rastet krijuara thjesht e mbajtëm në portën e vet skuadrën vendase nuk shënua më herët? Kemi problem disa momente me cinizmin, me realizimin e rasteve, por normalisht edhe tensioni edhe dëshira shumë e madhe të futbollistëve dhe si duket mungon ajo qetësia e momentit fundit. Por është e rëndësishme të merren 3 pikët dhe nga ndeshja në ndeshje, pastaj edhe këto gjërat vinë duke përmirësuar normalisht. Përveç faktit që natyrisht më e rëndësishme është fitoria dhe 3 pikët, por të pëlqen momenti reagimi kur dominuam dhe nuk shënonim në kushtet barabarta, reaguam në mënyrën më të mirë të mundshme me një lojtar më pak pas kartonit kuq Tadilit, shënuam golin e fitores, patëm edhe tjera mundësi. Patjetër, mendoj se rezultati 1-0 nuk pasqyron realitetin e ndeshjes, për shkak se ne kemi 5-6 raste thuajse të pastra, kemi dominim total, kurse ekipi kundërshtar përveç disa situatave ku mundohej nga goditjet standarde nuk se pati diçka tjetër dhe sinqerisht jam i lumtur me angazhimin e futbollistëve dhe i përgëzoj për lojën që bën sot.